Mos flini më me gojën hapur, ja çfarë dëmesh po ju shkakton. E dini se të fjeturit me gojën hapur çon në shkatërimin e dhëmbëve, sipas një studimi të publikuar në revistën e rehabilitimit oral, të fjeturit me gojën hapur ka po aq efekte negative sa të konsumoni një pije të gazuar para gjumit. Kjo ndodh sepse duke marrë frymën me gojë, thahet përshtyma e cila vret bakteret të cilat prodhojnë acid. Rritja e acidit gjatë natës çon në shkatërimin e dhëmbëve. Mungesa e përshtymës në gojë çon gjithashtu edhe në formimin e pllakës bakteriale e cila rrit nivelin e aciditetit deri në 3.6 në shkallën e pH-it. Kjo është e barazvlefshme me konsumimin e një pije të gazuar ose një portokalli para gjumit. Prandaj duhet të jeni gjithmonë të kujdesshëm për mënyrën se si flini.